Përdorimi i gjuhës së urrejtjes po shfaqet gjithnjë më shpesh si në komunikimin e përditshëm, ashtu dhe në hapësirat mediatike dhe rrjetet sociale. Ky fenomen, sipas specialistëve, jo vetëm që dëmton marrëdhëniet mes individëve, por krijon dhe një klim përçarje dhe intolerance në shoqëri. Specialistja e Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi në Korçë, Etleva Tare, thekson se një ndër shqetësimet kryesore mbetet normalizimi i këtij fenomeni, sidomos në rrjetet sociale, ku komentet fyese dhe diskriminuese shpesh kalojnë pa u ndëshkuar. Ajo shton se dhe media ka një rol të rëndësishëm në këtë drejtim, duke theksuar nevojën për përgjegjësi në raportim dhe përdorimin e gjuhës. Në ditët e sotme ne kemi hasur shumë shpejt, sidomos për grupet vulnerabël, siç është të komunitetit rom egjiptian ose ka qenë dhe komunitetit LGBT+. Për këtë janë marrë masat ku kanë qenë vendosja e gjobvënies, ose në media kemi patur vetë televizionit i cili ka shprehur, ku kanë qenë të ftuar dhe kanë shprehur këtë gjuhë urrejtje. Kanë qenë një grup individësh të cilët kanë përdorur këtë gjuhë urrejtje, kanë dalë në media dhe përsëri kanë kërkuar falje. Pra janë dy lloj, dhe kërkimi faljes dhe vendosja e gjobës. Ne jemi të gjithë të barabartë, pavarësisht ngjyrës, fesë, racës, kur kemi lindur të barabartë dhe ligji i njeh të gjithë të njëjtë. Tare apelon për më shumë edukim dhe ndërgjegjësim, duke filluar që nga familja dhe sistemi arsimor. Ndërkohë balanca mes lirisë së shprehjes dhe mbrojtjes nga diskriminimi mbetet një nga sfidat kryesore për institucionet dhe shoqërinë shqiptare në tërësi.